Po mira, ka ndikim gjendja emocionale pacientit nëse për shembull kur hin sallë e ka stres, frikë, shkakton aritmi vetes nga panika, a mund ta komplikoj procesin e punës kjo? Jo gjithmonë, kjo është individuale sigurisht, disa pacienta janë shumë durushëm, si thuash, disa pacienta edhe ai pastrimi që bëhet me jod, ka njëherë reagojnë keq, pa shpuale ende asgjë. Mirë po, pra duhet me folë për pacientet, sigurisht që ka njëherë edhe ne ngritim zonët në salë, me thënë pacientet që të sa mos lëviz shumë, sepse sigurisht që lëvizjet e pacientet janë shumë të këqija, sepse puna jonë është milimetrike, pra kemi punë me milimetra, jo me centimetra, dhe lëvizjet e pacientit ndikojnë që mos të jetë një punë adekuate. Për këtë arsye është e rëndësishme pra bashkëpunimi me pacient. Mirë po, me të thënë drejtën, jo rrallë ndoshta duhet edhe ne me pas si protokoll që me përdor këto metoda relaksuese që atë janë ilaçe që kanë më pak ndikim kështu me komplikime, kurse kanë ndikim të mirë, sepse jo gjithmonë, sidomos te infarkti akut i miokardit, do të thotë pacientat janë në një traumë, sepse ai ka qenë person që po thotin ka shku me kon veta, edhe është në një gjendje komplet tjetër që është i rrezikon jeta çdo sekond. Edhe mjeku është i stresuar shumë sepse është jeta e pacientit varet minutat e tine. Kështu që është një formë e shpejtë e intervenimit, shumë shpejt. Që se mas pak ti mendojmë për stres në atë kohë, me thonë rejtën asime, sepse mendojmë për suksesin tonë që kena me pas për trajtimin e pacientit. Mirë po, sigurisht që ka rëndësi të madhe. Po,